Prej disa ditësh, rrjetet sociale janë mbushur me një valë të re hamendësimesh që lidhen me Ajola Xhoçën, partneren e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Në disa faqe dhe komente online po qarkullojnë zëra se ajo mund të jetë sërish shtatzën, një lajm që ka ngjallur shumë kuriozitet te publiku. Spekulimet kanë nisur pas disa paraqitjeve të saj të fundit, ku ndjekësit pretendojnë se kanë vënë re ndryshime në stilin e saj të veshjes. Sipas të shethemeve që po qarkullojnë, disa përdorues mendojnë se veshjet më të gjera dhe daljet më të rralla publike mund të jenë një tregues i fshehtë për një shtatzëni të re. Ndërkohë, disa foto dhe story në rrjetet sociale janë interpretuar në mënyrë të egzageruar, duke krijuar një atmosferë spekulative që zakonisht shoqëron personazhet publike në vend. Zërat në rrjet janë shtuar edhe më shumë për shkak të një tjetër thashethemi të madh që po qarkullon, pretendimet online se Erion Veliaj mund të jetë aktualisht në burg, pas përplasjes së tij të supozuar me çështje ligjore. Edhe ky lajm është plotësisht i pakonfirmuar, por në botën e portaleve dhe komenteve anonime, spekulimet shpesh marrin hovë shumë më shpejt se faktet. Pikërisht kombinimi i këtyre dy zërave, për shtatzëninë e Ajolës dhe situatën e supozuar të kryebashkiakut, ka krijuar një valë të re diskutimesh në rrjet. Deri tani, as Ajola Çoça dhe as vet Veliaj nuk kanë dhënë asnjë reagim, gjë që ka lënë edhe më shumë hapësirë për teori të ndryshme. Disa mendojnë se heshtja është një strategji për të mos ju përgjigjur thashethemeve, ndërsa të tjerë insistojnë se mungesa e një qëndrimi publik vetëm se e forcon misterin rreth situatës së tyre personale dhe familjare. Në mungesë të çdo deklarate zyrtare, gjithçka mbetet thjesht në niveli spekulimesh të internetit, ku një koment, një foto apo një ndryshim veshje mund të kthehet menjëherë në lajm kombëtar. Deri në një konfirmim të vërtet, publiku thjesht mbetet duke vëzhguar çdo detaj të Ajolës dhe çdo lëvizje të përfolur të Erion Veliajt, ndërsa rrjeti vazhdon të zjejë me teori të pafundme. Deri në një konfirmim të vërtet, publiku thjesht mbetet duke vëzhguar çdo detaj të Ajolës dhe çdo lëvizje të përfolur të Erion Veliajt, ndërsa rrjeti vazhdon të zjejë me teori të pafundme.